pllaka është themeli i shtëpisë. Absolutisht. E para është themeli i shtëpisë sepse është pjesa më e dukshme e shtëpisë. Normalisht është ajo e cila përcakton çfarë stili do ketë shtëpia. Do ketë një stil klasik, do ketë një stil modern apo një stil minimalist. Si ndryshon cilësia e prodhimit nga vende të ndryshme dhe si ndikon tek ju? Tek vetë ju si pajtoni ceramika. Absolut. Për pjesën e pllakave po themi normalisht dy vende të cilat mbahen përcistësi më të mirë të pllakës është Italia dhe Spanja. Normalisht ne shikojmë klientin dhe ofrojmë bazë të kërkesës që klienti ka. Nëse klienti do një pllakë varet nga buxheti i klientit. Nëse klienti ka buxhet, ne i ofrojmë pllakën italiane, i ofrojmë pllakën spanjolle. Nëse diçka më të lirë, absolutisht kemi edhe brenda të tjera, pllaka nga Turqia, nga India. Varet nga klienti. Por normalisht një pjesë cilësi më të lartë dhe pllaka më të mira i përdon Italia dhe Spanja. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.